zbuluar dhe I ka dhënë emrin tiroiditit, pra rastit, diagnozës në fjalë, është një problematik e cila ndodh në rastin kur kemi një inflamacion të rritur. Inflamacioni I organizmit, pra trupi përjeton inflamacione her pas here, por problemi është kur ky inflamacion është kronik. Në momentin që është kronik, bëhet problem dhe sjell problematika të tipit siç është një tiroidit I Hashimoto's. Mund të jenë është stresi I niveli I lartë I kortizolit I cili e mban në këmbë sistemin imunitar. Është mënyra jo e shëndetshme ose e dëmshme e të ushqyerit dhe stilit të jetesës e cila e mban në këmbë sistemin imunitar. Është toksinat, metalet e rënda, ekspozimi ndaj tyre, një keq funksionim I zorrës. Nga praktika ime, jo vetëm nisur nga literatura, por që edhe nga praktika ime me pacientët, tiroidja është viktima e fundit në këtë rast. Por problemi dhe rënja është diku tjetër, është në zorë. Çdo problematik, çdo diagnozë, çdo sëmundje, rënjen e ka në zorë. Nëse kemi një keq funksionim të zorrës, mungesa e aftësisë së zorrës për të detoksifikuar dhe për të nxjerrë jashtë toksinat dhe mbetjet ushqimore nga procesi I tretjes, bëjmë problematika dhe fillojnë dhe reflektojnë në organizëm. Ti thuaj që personat me Hashimoto, gjendjen e tyre mund ta përkeqësojnë ose shpesh e përkeqësojnë pikërisht nga mënyra se si ata ushqehen apo keq ushqehen. Çfarë kuptojmë me këtë? Tiroiditi Hashimoto's është diagnoza. Dhe ne pastaj themi që është bërë tiroiditi më keq ose Hashimoto është duke u bërë më keq. Në fakt është inflamacioni që ai po bëhet më keq. Është inflamacioni I cili rëndohet, I cili është kronik. Çfarë do të thotë kjo? Në momentin që nuk ushqehet një individ I cili ka tiroiditin Hashimoto's, nuk ushqehet në mënyrën e duhur, fillon dhe e thellon inflamacionin edhe më tej. Dhe ky inflamacion ku shkon dhe godet aty ku